Disa nga kultivarët autokton të ullirit nuk kanë pasur një sezon të mirë prodhimi këtë vit dhe faktori kryesor që ka ndikuar është thatësira. Në një intervistë për Skan, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit shqiptar Agim Rapaj thekson se pavarësisht kësaj, fermerët po orientohen çdo ditë më shumë drejt prodhimit të vajit cilësor të ullirit, duke kompensuar kështu disi rënjën e prodhimit. Si vjet sezoni i prodhimit të ullirit nuk është një sezon i prodhimit të bollshëm. Është sezon që ka kultivar të ndryshëm që kanë prodhim, por kultivarët autoktonë, siç është ulliri Kalinjot dhe ulliri i Bardhit Tiranës apo Mixhani Elbasanit, këta kultivarë nuk kanë dhënë prodhimin e pritshëm që ne kemi me pritur për arsye të thatësirës dhe njëkohësisht edhe të mizës së ullirit, por kryesisht të thatësirës dhe të kushteve të motit. Ndërsa kultivarët e tjerë që janë më rezistent ndaj tyre kanë dhënë po japin rezultate më të mira. Ka një ndryshim tashmë me punën që është bërë për cilësinë dhe standardet, fermerët janë më të kujdesshëm për të prodhuar sa më shumë vaj cilësor në mënyrë që të kompensojnë ato humbje që kanë nga mungesa e sasisë. Ajo që ne përmendëm, cilësia do të shërbejë si një nga burimet kryesore për të rritur të ardhurët e fermerëve në vitet, veçanërisht në vitet kur nuk ka asasi prodhimi. Sipas Rapaj, nuk pritet luhatje e madhe çmimi, ndërsa i gjithë prodhimi konsiderohet i shitur. Çmimet do të variojnë nga zona në zonë sipas cilësisë, por nuk besoj që do ketë çmime shumë herë më të larta nga çka kanë qenë. Do të jenë pothuajse ato të vitit kaluar. Vaji i shitur dhe tregtarët që merren me vajin nuk është se kanë probleme me shitjen e vajit, me tregun. Edhe jashtë edhe këtu. Ulliri është një ndër sektorët më me potencial në Shqipëri. Në vitin 2024, prodhimi arriti në gati 147.000 ton. Sipërfaqja e mbjellë me ullinj është rreth 50 deri në 55.000 hektar dhe në total janë 12 milion rrënjë ullinj në të gjithë Shqipërinë. Por pavarësisht potencialeve, ky sektor has vështirësi të shumta që nga mungesa e fuqisë punëtore dhe nevoja për të përqafuar inovacionin.